Rikthehemi në studio. Ta mora Foli Antoni Pari. Dhe unë sapo e pyesja, do ikim te Katarsis? Jo, unë e fillova i pari për ta pyetur Nikolën me alpinizëm, merre shumë? Në korab do shkosh. Jo, një sekond, do shkosh fiks në malin e Dajti. To e tani nga Dajti lart duket korabi që është më lart. Si ishte ai momenti? Thjesht ishte mali parë që më shkojnë në mendje dhe mos e lija pyetjen e malit. Mos e lija pa mal. Tash hajt po ja. Nikolash, ajo nxënësja në provim që më bëre, unë shkruaj ta. Komplet. Po se çka më shkruajtur? Një zot e di. Në fakt ka qenë një moment shumë i lezetshëm i juaj kjo pjesa e testit. Të paktën për ne jashtë. Edhe pse unë munduam të justifikonin pak me pjesën e izolimin që të humbet memoria, por unë di shumë mirë. Nuk të justifikon fare. Meri do më shpëtoj. Non Tereza jo. Por pavarësisht se izolimi ta shkëput pak pjesën e memorjes, unë kam shtuar gjithashtu edhe faktin që për të rinj, të reja që janë rritur jashtë, sigurisht që nuk kanë bërë në shkollë dhe nuk kanë studiuar gjëra të cilat ne që jemi rritur dhe kemi bërë shkollën këtu. Kjo e vërtet. Dhe ne që kemi bërë këtë shkollën e vërtetë, le të themi, me një kurrikul të papar, pra kemi qenë më të angazhuar për të mësuar këto gjëra. Po që është kështu basic knowledge edhe do ja ta kapja veten më shumë, sidomos se tani që jam i kthyer. Ka pyetje gjete se nuk e mbaj mend. Kjo kisha Lubotanin e gjetë, Lubotan. Këtë po thoja që imagjino, kemi gjetur këto dhe s'kemi gjetur ato. Po mirë, ti nga moda vjen, kështu që still. Edhe të falet. Të justifikoj se unë se kam bërë deri klasën e 3 kam bërë këtu dhe është shumë absurde që duhet të mësoj disa gjëra absurde. Duhet, po kur kam lënë të tjera ndej, kupton? Është shumë e çuditshme. Unë kam justifikuar, gjithmonë justifikoj. Pra, nëse unë të pyes ty për historinë e Greqisë apo këdion? Patjetër, i kam bërë, të paktën ai sa mbaj mend i kam bërë, kurse këto këtu kam bërë deri në klasën e 3 që s'mbaj mend përveç matematikës. Sa bën 7/8? Ua, Anton tani. Nikoleta. Nikol në Shqip, Nikoleta në Greqi. Dua të ndalem pak tek një moment, të cilin në fakt e pash që të vuri në siklet, në fan club. Me historinë tënde ne në fakt të prekëm të gjithë dhe ishte një histori e cila mund të gjejnë veten shumë njerëz të tjerë aty, po pa i hyrë detajeve fare dhe pa dashur të ngacmoj aty ku ti nuk do. Dua vetëm të di nëse pas daljes ti ke pasur një kontakt me nënën tënde. Jo, edhe mendoj që është më e mira për gjithë që të qëndroj kështu, duke qenë që siç e kam cekur dhe shumë intervista të tjera dhe aty është çka që ka pasur mjaftueshëm kohë për tu procesuar dhe për tu kaluar, kështu që jeta shumë e bukur edhe thjesht vazhdon. Duke qenë se formati Big Brother e ka dhe këtë fuqi, pra që të vërë ty në pa pjesët e tua më të mira, vështirësitë që ke pasur në jetë, të prekër zemra, është dhe një derë pastaj që mund të lihet e hapur. Në momentin që do të ndodh kjo, të them të drejtën, do ishim shumë të lumtur që sido që të jetë historia më pas, ti ta jetosh ashtu siç e ndjen ti edhe në momentin tënd të duhur. Por e pash vërtet që u prek dhe ndaj nuk dua të ngacmoj në detaje, kështu që por si një fëmijë që kam qenë thuajse në të njëjtën situatë, por me babin, di të them që nuk ka asgjë të keqe të jesh vetëm do të thënë, mos pranosh diçka sepse nuk e ndjen ta pranosh, apo të falësh dikë se nuk e ndjen të falësh dikë, që kështu gjithmonë të jesh e lumtur për zgjedhjet e tua. Unë babin nuk e kam më. Por kur e vendosa, kam qenë tepër i sinqert me veten, jo me çfarë thonë të tjerë. Domethënë në fund të ditës ti duhet të jesh mirë brenda dhe nëse kjo zgjedhja jote të bën të ndihesh mirë brenda, të bën të ndihesh komplet, full,
nuk ka rëndësi çfarë thon tjerët, ëh. Është çfarë ndihesh ti mirë. Ja, çfarë thotë. Prandaj unë ta kam ndier historinë tënde 100%, isha unë ti në atë momente. Shumë faleminderit. Si e tha Mali, nëse nuk e ecur 1 kilometër në këpucët e mia, mos më trego si të lidh. Po nuk më nxë këmbët e këpucët. Po mendoj që brezit ton do edhe pse është diçka, këtë kam thënë si jam as e para as e fundit, është diçka që ju ndodh të gjithëve, po mendoj që brezit ton që i ka ndodhur diçka e tillë, thjesht do e kthejnë diçka shumë të bukur dhe do jenë prindër më të mirë nesër pas nesër, kështu që mendoj është mirë ti shohësh gjithmonë atë të bukurën gjë. Ta shohësh gotën gjithmonë gjysmë plot. Këta brezi këtyre janë edhe më të frikshëm, në thonë sa kur vjen puna te këto gjëra, se ne jemi rritur ndryshe, po të bënte gabim një nga prindrit thoya mos e kam prind, këta s'të falin në kokë. E di çfarë vlerësoj. Nuk i dim detajet. Jo, nuk po flas për ty. E di çfarë ne kemi bërë disa sakrifica. Vën mirëqenien e tyre të parë. Bravo. Këto duan lumturinë e tyre. Çdo person duhet ta bëjë këtë gjë. Po, e drejt. S'ka rëndësi nga mosha dhe nga brezi, mendoj që qoftë edhe mosha e tretë që është duke na ndjekur tani, të vendosi prioritet veten e vet, dhe çfarë i bën ata të lumtur. Prandaj unë ta thash në çfarë do lloj momenti të ndodh një takim apo edhe nëse nuk ndodh, e rëndësishme është që të vi në momentin që ti e do dhe ti e ndjen. Jam shumë dakord me atë që tha edhe Niko, sepse ndonjëherë ne mundohemi të grisim ndoshta për të nxjerr diçka, ndoshta edhe pa dashje, po për të mirën e gjës, të ndjesisë që t'jep për i bashkimi i një familje apo formati që ta jep këtë lloj ndjesie, sepse i kemi parë dhe rastet e tjera që janë ribashkuar, edhe në të gjithë këto edicione është dhënë një shembull. Edhe prapë ne gricim më pak se macja jote, disi ja ka bërë duart apo. Dale. Ka një emër kjo mace? Noksi, është maçok. Prisja Boli. Noksi. E kemi një tani. E kemi një aty. Nikoleta, je shumë në terren të duhur për të treguar se çfarë do të të pëlqente të bëje tani. Pra, cili është synimi yt? A ke ti një vizion për veten se ku e sheh? Apo do syzet e mia? Se kur e thua te ky emision, dëgjon Zoti dhe ti realizon. Është si studio që manifeston dëshira. Po, actually. Po, siç thash, për pjesën e modelingut, normal që do doja të rritesha edhe të shikoja veten edhe më shumë, dhe se çfarë mund të arrit dhe kapun si Nikol më shumë, por që në të njëjtën kohë në radio do më pëlqente. Dhe ti kisha fillimet e mia këtu. Por që ngelet për të parë dhe shpresoj që bëhet më e mira. Nice, në ta urojmë gjithë zemër, sepse me sa duket studio televizive të kanë mirëpritur dhe ti ke mirëpritur se ke shkuar me gjithë dëshirën e mundshme tënde dhe sot Nikoleta do të jetë edhe në Portokalli. Yes. Kështu që do provosh një tjetër emocion, një tjetër me kë je me Visianin? Jo, po nuk po jam se doja të nxjerrja diçka, por jo, e kemi surprizë ditën e diel në Portokalli do të jetë Nikoleta aty për të ndarë një tjetër eksperiencë të saj. Kështu që përpara se ta mbyllim të doja edhe një parashikim tëndin se çfarë do të ndodh këtë të shtunë, edhe cilat janë pritshmëritë tua, duke qenë se të gjithë ata i ke njohur nga afër, i ke pasur bashkëudhëtar të rrugtimit tënd, dhe si e parashikon këtë të shtunë dhe pastaj finalen, Nikolet? Po për finalen kemi edhe pak kohë. Kush del këtë të shtunë? Për finalist apo kush del nga shtëpia? Do dalin 2 këtë të shtunë, besoj, dhe janë 4 në finale. Shpresoj që është Rogerti dhe Miri pa hatërmbetje tani, po Okej, tani na thuaj realisht kë. Jo, realisht, po kjo është pjesa, sepse është shumë e lehtë të mendosh nga ana e lojës dhe të thuash, okay, Rogerti e meriton se e ka bërë mënyrën që e ka bërë, po ashtu dhe Miri, po nëse si e kam parë unë, që nuk e kam parë si lojë në asnjë lloj momenti, gar po, e quaj fjalë të dur, po lojë është pak kanë bërë çdo lloj gjëje për lojë, kështu që do bazohesha dhe do doja shumë që në finale të shkonin këta 4 persona që kanë qenë njerëz, edhe kanë mbajtur atë
pastërtinë e shpirtit vet aty brenda në lojë dhe nuk kanë cekur aty ku nuk duhet të cekin te personat përballë. Shëndriti Selin dhe Briteo. Yes. Po, për finalen sipas Nikoletës, po. Pse mendon ti se meriton të shkojë për shkak Shëndriti që s'ka bërë asgjë, ka qenë Mendoj që ka folur shumë për kauza të ndryshme, ka dhënë Shëndriti ka qenë dora e djathtë paterica e Selinës, domethënë ka ndihmuar këtë shpirt. Mendoj që po mund kishte bërë dhe loj pak më vet, jo me Selin, po mendoj që deri diku e ka bërë. Okej, ndoshta nga për momentin, nga që janë dhe vetëm ata të dy bashkë që përshtaten aq shumë me njëri tjetrin, se kur ka qenë grupi më i madh, ka shpenzuar kohë me persona të tjerë, ka bërë lojë dhe me persona të tjerë, po mua më ka pëlqyer shumë te Shëndriti që atë që e ka e thoshte, po gjithmonë me një argument. Edhe ato lojrat e bukura që i ka për Juelës. Edhe kur ju ka kritikuar në fakt se ka kritikuar edhe Selinën edhe Brikenën. I ka kritikuar. Atë që mendonte e thoshte dhe pavarësisht më pëlqejnë njerëzit e tillë dhe prandaj mendoj që Shëndriti për këtë arsye duhet të jetë aty në finale, sepse ka qenë real edhe miri. Nga momenti që është Selina në katërshe, mendoj që detyrimisht është e miri, se loja është e përbashkët. Te ajo pjesë, that I guess. Dhe kush fiton, Nikoleta? Unë jam për Selin. Po, e kam thënë. E ke thënë, po, kur dole. Pyetja e famshme e arbrit që ja kemi vjedhur të tërë. Shpresoj shumë që nesër shohin. Ta fitoj dhe një gocë këtë vit, si thonë. S'është se ka fituar ndonjëherë në një gocë. Mirë, po dhe një person që i ka përballur të gjitha. Ka fituar një grua. Okej. Do ta ftoj një gocë. 23 vjeçare. Për te shakave. Gjysmë moshës Nikos. E imagjino. Mos flas unë, domethënë, po nejse. Ai është miri, zemra, jo Niko. Pra, për te shakave, drejt mbylljes së kësaj interviste, kemi një parashikim nga Nikoleta për grupin e saj të zemrës, si finalist dhe si fituese Selin. Shumë faleminderit që ishe me ne sot. Të urojmë shumë suksese në të gjitha iniciativat e tua, edhe sa më shumë lumturi dhe dashuri në jetën tënde. Ne jemi në fund të pjesës së parë, ju do të ndiqni edicionin e orës 19 në Top Albania Radio dhe do të ridëgjohemi dhe rishihemi në pjesën e dytë.